Të martën, Izraeli nisi një operacion masiv ajror dhe toksor në zemër të qytetit të Gazës, duke e kthyer qendrën urbane më të madhe të Ripit në aren luftimesh intensive. Pas presioneve ndërkombëtare dhe rrezikut në rritje për popullsinë civile, ushtria njoftoi hapjen e një korridori të përkohshëm transporti përmes rrugës Salah al-Din, që lidh veriun me jugun e Gazës. Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, koloneli Aviki Adrea, bëri të ditur se korridori do të qëndrojë i hapur vetëm për 48 orë, duke nisur që nga mesnata e sejnte. Sipas orës lokale, ai e përshkroi këtë si një masë humanitare që synon që t'i jap qytetarëve një mundësi të re për të lënë qytetin e Gazës, ku 10 mijëra banor janë të bllokuar në sulme të vazhdueshme. Deri më tani, Izraeli kishte lejuar largimin e civilëve përmes një rruge pranë që çon drejt zonës jugore të cilësuar prej tij si zona humanitare. Hapja e korridoreve Salah al-Din shihet si një përpjekje për të përballuar presionin ndërkombëtar në një kohë kur raportet e Kombeve të Bashkuara flasin për shkelje masive të drejtave të njerëzit. Vetëm një ditë më parë, Kombet e Bashkuara publikuan një raport të detajuar ku akuzojnë Izraelin për kryerje të gjenocidit në rripin e Gazës. Raporti përmend emrat e lartë të udhëheqjes izraelite, përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu, duke i konsideruar përgjegjës për nxitjen dhe mbështetjen e veprimeve që kanë çuar në shtukjen e popullsisë civile palestineze. Sipas të dhënave të fundit të OKB-s, në qytetin e Gazës dhe zonat përreth jetojnë rreth 1 milion njerëz, shumica e të cilëve ndodhen në kushte të rënda, mungesë ushqimi, ujë të pijshëm dhe shërbime shëndetësore. Bombardimet e ditëve të fundit kanë goditur gjitha spitalet, qendra ndihmë dhe objekte të tjera civile, duke rënduar më tej krizën humanitare. Ushtria izraelite pretendon se ofensiva e re ka për qëllim eliminimin e Hamasit nga bastionet e tij të fundit në qendrën urbane të Gazës, por ndërkohë organizata ndërkombëtare paralajmërojnë se pasojat katastrofike mbi civil. Luftimet e përditshme të shoqëruara me bombardime ajrore kanë shkaktuar një rritje të ndjeshme të numrit të viktimave, ndërsa ofensiva avion me intensitet dhe korridori i ri pritet të hapet për vetëm 2 ditë. Mijëra palestinezë janë përballë dilemës së mbijetesës të largohen drejt jugut përmes një rruge të pasigurt apo të qëndrojnë në qytetin që tashmë është ndruar në fushë betejë.